VAUIDES ka festuar për të katërtin vit radhas e ditën e emigrantit, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë dhe në një nga momentet më të veçantë të verës për familjet që jetojnë në punonjërt vendit. Fusha sportive në Bushat u kthyer në një hapësirë feste ku emigrantët dhe banorët e zonës u bashkuan për të kaluar një mbrëmje mes muzikës, emocioneve dhe argëtimit. Luiz Elli ishte surpriza parë e mbrëmjes. Këngëtari shkodran vlerësoi simbolikën e kësaj dite, duke shprehur mirënjohje për emigrantët shqiptar që pavarësisht largësisë vëjnë të mbeten lidhur me vendlindjen dhe komunitetin e tyre, ndërsa pjesë e mbrëmjes ishte edhe këngëtarja Aurela Gaçe. Duhet me thonë emigrantave se mos me kenë ata gjysa më tepër s'do ishin këtu, se ata punojnë tre fish do me thonë për veti, për njerëzit e tyre, po edhe për ata që janë këtu, kështu që jena mirë njohës ta jetën, Zoti ju bekoft, e di se sa vështirë është, por ç'a me bo, kena me të fukarej, që ju kena ju, mos u nalni punoni si me thonë. Unë dua të falenderoj me zemër Bashkim e VAUIDES që bëri këtë ftesë speciale për mua sot, që t'jem mes jush. Është hera e parë që ndodhem këtu dhe jam e nderuar dhe shumë emocionuar që ndodhem mes zemrave tuaja. Nuk e kisha takuar asnjëherë kryetarin e bashkisë, por ja që me sa duket edhe ai më ka qef, prandaj dhe më ftoi ndaj e dua një duar trokitje. Kristian Shkreli, faleminderit i dashur që bëre të mundur ardhjën e Aurelës bashkë me bandën këtu. Një duar trokitje të fortë të çuna. Dita e emigrantit synon të përcjellë mirënjohjen për kontributin e emigrantëve dhe rëndësinë e lidhjes së tyre me vendin ku kanë lindur dhe janë rritur.